Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e kanë ndërmend të lëvizin nga qëndrimi për të mos ta votuar kandidatën e propozuar nga vetëvendosje për kryetare të kuvendit. Propozimi për kryetarin e kuvendit i takon grupit parlamentar me numrin më të madh deputetëve, por kjo nuk është obligative për deputetët që ta votojnë këtë që ata e propozojnë. Nëse ata nuk i kanë 61 vota në kuvendin e Republikës së Kosovës për të proceduar me zgjedhjen e kryetarit, ata faktikisht nuk i kanë votat as për qeverinë e Republikës së Kosovës, kështu që duhet ata t'i japin zgjidhje situatës. Por qëndrim më ndryshe mban kryetari i AK-s Ramush Haradinaj. Ai përmendi dy emrat që partia e tij do të mund t'i votonte. Saranda Bogujevci ose Shqipe Selimi i votoi. Edhe Aleonca i voton. Enisma Social-Demokrate abstenoi nga votimi. Megjithatë, kryetari i saj Fatmir Limaj nuk tregoi arsyet. Jemi në fazën e konstituimit të kuvendit, edhe unë besoj që shumë shpejt edhe këto pjesë tjera që kanë mbetur pa përfunduar do të përfundojnë. Por rreth situatës së krijuar në kuvend e indinjuar u shpreh Arjeta Fejza nga vetëvendosja. Mendoj se është për keqardhje që deputetët e Kuvendit të Republikës nuk e votuan një grua për kryetare të kuvendit. Ndërkaq Faton Peci nga Guxo kërkoi nga partitë e tjera të mos e vonojnë procesin e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, duke theksuar se kjo e drejtë i takon ekskluzivisht grupit më të madh parlamentar, lëvizjes vetëvendosje. Zoni Haxhiu e ka dhe përvojën edhe dijen për të drejtuar Kuvendin e Republikës Kosovës. Pas përfundimit të seancës të së shtunës, partia fituese në zgjedhjet e 9 shkurtit vetëvendosja njoftoi se nuk do ta ndryshojë propozimin që Albulena Haxhiu të marrë postin e kryeparlamentarës së legjislaturës së 9.